flokëve etj derisa largohet përsëri për në apartament. 3 orë, 4 orë bllokohet. Drejt ka këtu. Po ju jap me statistikë në Gjermani. Në Gjermani. Jo kur del kryetarja opozitës e AFD-s. Po kur del Merci, lajmi është 40 sekonda dhe jo me sinkron, me mbulim. Azëri nuk i jepet Merci. 40 sekonda nuk kalon asnjë lajm 1 minutë. Pra hapësira për kryeministrin është 40 sekonda në lajm. Tani ne e meritojmë këtë qeveri, po me sa duket meritojmë dhe këtë opozitë. Ne kemi provuar mediatikisht Sali Berisha. Dhe ne kemi krijuar, është puna e doktor Frankensteinit që e provoi atë Megjithatë, pastaj e hëngri dhe vetë mjekun. Ta kalojmë këtë kritikë ndaj medias, se media do të transmetoj, padyshim. Unë e mirë kuptoj po. Këtu te kjo. Po mirë pra, se këtu po dalun. Po dal tek historia që hapësira për opozitën është e pafundme në çdo lloj aspekti. Në mbulim, në sinkrone, në intervista, në debate, në çdo gjë. Dhe është mirë. Por mirë është, më mirë që i japin më shumë se qeverisë, po nuk është profesionale. Dhe është e pa drejt që sot nuk bëhen blok gjithë mediat, t'ja mbyllin gojen atij dhe ta bojkotojnë. T'ja bëjnë si Albin Kurti në Kosovë, kur i mbyllën kamerat. Praf, i hodhën kamerat edhe thajnë ik, e lanë aty Albin Kurti tikte me bodyguardin me çadër. Tani, duhet mbajtur se edhe 1 sekond. Se çfarë thaj? Nuk po përmend emra gazetarësh. Sigurisht nuk përmend emra gazetarë. Se e keni parë ndonjëherë ti dalin ai gazetar aty në konferencë shtypit ta bëj për ujë të ftohtë, t'ia thot 1 2 3 4 ballësi. Gjithë e kanë frikë fatkeqësisht. Jo frikë fizikisht, e kanë frikë nga kjo degenerimi apo degradimi apo mekanizmi, makineria e baltës që ai përdor. Makineria për të baltosur çdo kënd. Dhe kjo është krejtësisht e papranueshme në vitin 2026. Ai mundohet ta mbajë sistemin e tij politik me frikë, dhe këtë kanë kapë parat amerikanët. Lexoni 20 herë, lexojeni deklaratën se kanë shpallur gradat, ta kuptoni. Është shumë e thjeshtë. Indrit, sërish po e nis me ju tek këto 2 pasqyra. Çfarë na tregojnë këto 2 pasqyra të Amës? Zoti Ismail tha 2 shpjegime, tha ose kemi lirit medias ose kemi pagesë nga zoti Berisha. Unë mendoj një version tjetër. Që? Është versioni që Edi Rama është një strateg i mirë në sondazhe dhe ka lejuar, nuk ka bërë luftë agresive, zotin Berisha dhe njerëzit